Në Maqedoni, partitë politike po bëhen gati për zgjedhjet parakohshme parlamentare për të dhënë fund krizës politike në vend. Partitë e vogla shqiptare dëshirojnë të hyjnë në koalicion me partitë e mëdha, por në këtë fazë ende nuk ka diçka konkrete. Në këto zgjedhje që pritet të mbahen më 5 qershor, do të votojnë për herë të parë edhe shtetasit e Maqedonisë në diasporë, prej nga do të zgjidhen 3 deputet. Korrespondenti Isak Ramadani njofton nga Shkupi. Në pritje të zyrtarizimit të datës së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, partitë politike veçmë kanë hyrë në fushat. Partitë më të mëdha maqedonase me spote publicitare duke bërë parodi me politikat e njëra tjetrës, ndërsa partitë shqiptare me takime të drejtë për drejta në përfshatra dhe lagje ku kanë mbështetësit e tyre. Parlamenti pritet të shpërbëhet javën e ardhshme më 14 prill, ndërkohë që 5 qershori pritet të shpallet si datë e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Me këtë propozim të kryetarit të partisë VMRO DPMN dhe kryeministër Nikola Gruevski janë pajtuar drejtuesit e të gjitha partive politike në vend. Partitë shqiptare pritet të dalin me oferta tashmë të njohura. Është vendosur që ky program të bazohet në shtyllat kryesore, siç është implementimi i plot i marrëveshjes së orit, zhvillimi ekonomik i vendit, vazhdimi i reformave në shëndetësi, arsim, kulturë, ulja e varfërisë dhe ulja e papunësisë, proceset integruese duke inkuadruar këtu edhe zgjidhjen e kontestit të emrit të shtetit. Do të vazhdojmë me politikën tonë se marrëveshja e orit tashmë te kaluar dhe duhet një marrëveshje e re, edhe atë që Maqedonia do duhet shumë shpejt të bëjë kompromis në drejtimin e proceseve të integrimit. Në këto zgjedhje për herë të parë pritet të votojë dhe diaspora, prej nga do të zgjidhen 3 deputet, një nga Amerika, një nga Evropa dhe një nga Australia. Shqiptarët pretendojnë fitoren e deputetit nga Evropa perëndimore, por për këtë padyshim nevojitet një koalicion brenda shqiptar për të votuar një kandidat të vetëm. Nga ana tjetër, organizimi i votimit në diasporë nuk është aq i përshtatshëm, me që shtetasit e Maqedonisë duhet të udhtojnë me qindra kilometra deri te konsulatat përkatëse për të hedhur votën. Këtu në Maqedoni, ndërkaq partitë shqiptare po bëjnë vlerësime mbi mundësinë e krijimit të koalicioneve. Partitë e mëdha parapëlqejnë koalicione parazgjedhore, ndërsa ato të voglat koalicione paszgjedhore. Opinioni publik shqiptar shpesh ka bërë shtypje për bashkimin e faktoreve të tyre politik dhe të dalin me një zë, sidomos në parlament kur bëhet fjalë për çështje jetike dhe kombëtare shqiptare. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.